Një grup kriminal që trafikonte në Shqipëri vepra arti të vjedhura në shtetet e Europës është goditur nga policia e Tiranës. Operacioni i koduar Muzeu i Erët ka vënë në pranga Aurel Halilajn dhe Islam Gjutan, si dhe ka shpallur në kërkim Jetmir Halilajn. Nga hetime dyshohet se 3 persona të organizuar si grup trafikonin në Shqipëri objekte me vlera historike dhe kulturore të vjedhura në shtetet të ndryshme të Europës. Objekte të cilat siguroheshin kryesisht nga Islam Gjuta trafikoheshin me qëllim shitje në vendin ton në kundërshtim me ligjin. Nga kontrolli në banesën e Aurel dhe Jetmir Halilajt, Babe Bir, në Kamës u gjetën 31 punime druri të gdhendura me motive të ndryshme, 3 skulptura në formë dhembi elefanti, 6 piktura të autorëve të huaj, 411 albume me pulla postare të shteteve të ndryshme të botës, një proces verbal origjinal francez i vitit 1925, objekte të tjera me vlera artistike dhe historike, një shpat metalike, një skulptur shqiponje, një vazo qelçi dhe një valixhe druri me punime dekorative. Këto u sekuestruan në cilësinë e provës materiale, teksa po vijon hetimi për identifikimin e personave të tjerë të përfshirë në këtë veprimtari kriminale dhe arrestimin e të kërkuarit.